Sidomos në raportet, në këto që i tha pak më herët zoti Matoshi, domethënë neve na duhet sot që i kemi një administratë amerikane e cila nuk është të na bëhe hesap deri tash nuk e di veç që ka ta merr PDK-n aty mentorë se na bojnë hesap. Jo bre, po flas, po na nëse nesim pa institucione. Nëse na nesim pa institucione deri me kompjolën. Nëse ti mendesh pa institucione ti në krizë politike. Edhe na duhet me institucione. Unë që të kuptim ata, që të kuptim jam të. Ta lejer këtë polemik mes Shalës edhe Gaçit, urdhro. Nuk jem të polemizu, jemi po ti nuk po ngon të në fond. Qeveri stabile ku ka me PDK se pas në administratën Trump. E ku të vjen aty dulla pezojmë i LDK-s, ose s'dikush. Jo, puna tulla, po puna e ndërtimit të institucioneve. Edhe normalisht një administratë amerikane dënë me pas institucione stabile me cilat mundet nesër me diskutus, dënë me pas kriza politike vazhdimisht në vend. Me që qeveri 61, kriza politike kemi pas në start, hala pa mrejt e president. Po jo vetëm pak këtu, vetëm pak. Për shkak se jo po kemi pas, ma unë po pas bostra tonë që jemi. Vetëm pak, prit se ti ke pritur diçka tjetër. Edhe Fatmi Limaj me 3 deputet qysh dënë mund me shantazhu masanej qeverinë e Kurtit, kur dënë mundet me rëzu qeverinë e Kurtit. Prandaj me nej që edhe Kurti këtu nuk është bashkë. Politikanë është gash. E ka një prioritet partia, sa kry qeverinë të këcy me la notës, që në Zanzibar. Pse kush ka parti? Kush ka parti? Jo, me që ata 3 deputet të vrish. Ti i ke dhonë fuqi sa me konë 20%. Falë, qifti ju, ti e blerimi kini dhonë fuqi. E kini bu, bravo i qërë, Fatmi Limaj me juve si do mos ka lujt mirë. Se e ka bu partin me 3 deputet sa 30. E pse po të vjen një natë ty anë? Jo, hiq pa shatukën. Jo, sinqerisht jo. Po problemi është. Shiko, muqu me boftes, muqu me boftes, prej lodhjes dokratike e hajvonit, tash unë e menoj të shakon pozicion këshiltari Lumije, që s'po thom të shakon Lumije që shqiptarët ka qefi pari me konë, po të shakon aty nga tina. A di që e kësha thonë, duhet me shku. Se pushnim është që tash mos me shku se në sytë shqiptarëve e qetë në kompin me listën sërbska. Që të ndrejt me ko Albinja, s'pe kuptonja, kjo film bardhe zi, unë i kuptoj edhe filmat kolor të Hollywoodit, o gash.